Përshëndetje njerëz, si thonë anglezët. Long time no see. Çfarë bëni, si jeni? Mirë se erdhët në kanalin tonë të YouTube-it. Unë jam Gjeni, në dhomën tjetër është Gjulia. Po, jam të shtëpia e Gjulit sot, do kalojmë të paktën gjysmën e ditës bashkë. Edhe u takuam që në mëngjes, sepse harrova që të thoja. Marsa vitamina realisht, nuk e di. Thot Gjuli, unë kam mom brain, ke parasysh që thonë që në gratë shtatzane, gratë që kanë lindur, nuk kanë shumë memoria, por më duket se mirë se erdhët në kanalit tonë të YouTube-it. Unë jam Gjeni, unë jam Gjuli. Unë kam vetë ngjyrën time preferuar, Gjulia tonalitetin ngjyrës saj preferuar. Edhe këtoja, Ronaldo do ikën në Shqipëri, edhe në kemi një. Njerëz, unë tani do bëj qik do fshi. Sepse kam Gjeni marrë në gjumë, kështu që do fshi pak. Do bëj 1-2 pastrime të vogla, që do bëj dush dhe pastaj të dalim. Ky është update im. Hajde bye bye. Edhe ne tham që marrim me vete. Ka ardhur me mendje të keqe, ka ardhur të më prishi perde. Zyrtarisht, sportica çfarë bën ju. Doja t'ju tregoj çfarë i blen kushuririt. Po ta shofi kushuririn e pastaj njerëzit. Po kushuriri do e shofi me gjitha dhe anis foto. Ina po e pe këtë videon. Më tunë shumë. Ata. O ju lutem nuk e rezistova dot. Ka vleva unë. Sa e bukur mendoj se tani pranverë është ideale dhe për mbrëmjet verore, duke qenë se njerëzit tani jetojnë Durrës, e nxjerr në plazh. Ratë parë nuk e bleva kushuririt, se të shkabova çunit të kushuririt. Ha pra se e bëri ledin 1 vjeç. Është çuni i çuni xhajit ton. Çuni xhajit nuk ka motor, kështu që automatikisht do ne dy javë na ka halla. Shpish të hallës. I bleva ata dhe janë rroba që kishe harrova të unë ditë. Edhe këtë, sepse ishin kombinim bashkë atje dhe unë jam mora. Si që ishin atje, jam mora. Iqa, unë kur të kem fëmijë njerëz, lekët rushe kumë. Unë për vetën tim, unë s'tu grata. Bërë Gjulia një video ku thot love language, devijoj shumë, nëse. Nuk e di sa nga ju kanë love language. Love language im është të blej për njerëzit. Edhe unë dhe burri jemi njësoj, dhe ai love language i ti për mua është bëtë që dushtë, nuk ka limit. Nuk e di, e kam të gjë. Ose po vleva për vete. Po vleva për vete, do të blej pa tjetër dhe Gjulia në këtë rast jeri 100%. Ndërsa Gjulia i bleu kushuririt, ajo ja bleu për në verë, këta, kostum, po pra, këta, në bluzën, super cute, materiali është super i but njërës. Me për gjëpe e kam provuar dhe di që janë të mira. Për këto buta, të dikshët, halave të këta. Dhe gjithashtu i bleu, si një mami e re, Gjulia ka vënë që nuk mund të kesh kur mjaftu shumë badi. Gjulia është e fiksuar me badi. Jo, po i vesh tani në verë, tani se jam për verë, ja kam marrë për masën e verës, ja merë, e vesh tani në verë, edhe thjesht me këto tuta për shembull, ose edhe thjesht me mutande panolina që janë si të brendshme. Rri biri, se s'po ja themi emrin, sepse nuk është person social. Me gjithashtu vogël. Sa mbush 1 vjeç. Kështu që këto gjëra që blem sot. Gjithashtu do të thënë është super social, nuk është në rrjetet sociale. Ndërsa djem kisha arë një porosi, kisha bler budalliqe në shej. Edhe kisha bler gjithashtu për Gjulin. Tek coverit. Edhe imi është kështu. Me këto lule, që këmë të lule djeli, lule dele. Lule dele. Razi, se libri i vetë ka bëllutin është lule dele. Gjitës. Që gjitësi me që? Kjo që në gjitë telefonë. Kisha bler një set me këto, e solla 2 Gjulit, njerëz më pyeti. Për çfarë duhen? Nëse se kisha kuptu që ishin. Po, se thash unë e di dhe Gjulia, këto tani të lutem shumë. Se kisha kuptu të set. Edhe... Ti mu këthe batu se li. Dhe pambuk. Pambuk, thashun? Thashun që duhet pambuk. Edhe pas ka jo nga vivim. Gjithësi, edhe këta. Qyshe këto shenit në... Pse vullosin ka që kam qëtë? Të e shofë është dhe ti dhe njerëzit, një posish. Bleva dhe për vete, bleva dhe për Gjulin. Janë këto që vishën poshtë gjërave. Me pata shlej kam të më shojë nuk kur fshi shpi. Nuk e se po përnoj gjithë për vëra.
kur ke gjëra që janë të i dukshme dhe gjëra të shkurtra. I prova, janë super, nuk ndjen fare ideale. I mora edhe të zeza normalisht. Bleva dhe duan për zotin, duan. Bleva dhe një kostum për vete dhe një mini pardesy. Por nuk i kam ishte yll. Nuk i kam këtu, i kam fut laj sepse nuk e di besoj gjithë ju i lani gjërat para se t'i bleni. Para se t'i vishni dhe para se t'i bleni. Jo. Para se t'i vishni doja të thoja, mbasi i keni bler. Këto që to ishin gjëra. Ju tregoj Gjulin që po fshin. Ma jepni minut kamerën. Përse do ta jap kamerën? Ktheja. Një ditë kur do ju bëj essential dhe gjërave që duhen për një fëmijë të vogël, do ju flas për këtë mrekullim. Që betohem, është mrekulli. Paruam drekën edhe do të thënë nga momenti fundi që pat ju deri te dreka u morëm me ca gjëra gocash, këto për shembull. Edhe pastaj janë ngëm drek. Edhe tani Gjeni po vë arbërin qumë. Unë po mbush pak lavastoviljen, ka vë. Që kur të them pastaj, sepse do dalë kam ca punë sot, do shkoj njërë të Gjeni, pastaj kam ca punë më bashkoj të me arbërin. Edhe kur vi kam maruar pak më kështu që i kam gati. Ne po ikem në shtëpi dhe është jashtëzakonisht shumë vap. Vry nerë, po ka diell fort. Arbërin e kemi këtu brenda dhe e kemi mbuluar. Sepse arbëri është si e ma vetë, ka sy delikat, nga që i ka ngjyrë të çelët, edhe nuk duron të diellin në mënyrë absolute. Sa del ndjes fillon të shtin, bën kështu. Kështu që. Ndërkohë po e zë gjumi adhuron. Mendoj se si gjithë kalamajt, arbëri adhuron të eci me me karrotë, me shtatë gjumi. Po jo, pra jo të gjithë. Jo të gjithë kalamajt. Jo. Arbëri? Po, shumica e kalamajve kanë qesh, sepse i pëlqen kujton kur i tunde, ke parasysh? Po është e martesët. Edhe kështu përfitojmë edhe. Ja do ikim. Ndërkohë të shtëpia Tegje. Përfitojmë të pim në një kafe të shtëpia, sepse Gjuli s'kishte kafe dhe të pim atje, plus kemi vënë atë të Kobos. Është freskët. Është shumë i mirë ai. Perfekt, të fryzit i kam bler në Amazon. Para 4 vitesh, 5 vitesh, nuk kanë lëvizur fare. Edhe e filtron shumë mirë diellin. Super sigurt. Një këshill që një gabim më saktë që bëjmë ne dyja dhe po ju jap një këshill që mos ta bëni ju asnjëherë në jetën tuaj, harrojmë të marrim ujë me vete. Diqa. U doja për ujë. U doja për ujë. Jo më mos ndalo, se nuk e se kemi kalamant vogël. Më ngushtë herë tjetër. Hej zot, gjithë ky diell, por prapse mos u gënjeni se frynë edhe herë. U doja për ujë. Mos e bëni gabimin tani. E deri në fund shtatorit ujim gjithmonë me vete. Apo jo? Kjo e ka fajze, kjo harro. Unë me harrova, po ti mund të kujtohesh vetë në një. Dhe një këshill nëse ju intereson, bira ndesa është më mirë. Gjulja për shembull, se Gjulja ka borraçën, nuk e keni parasysh? Dhe Gjulja e bën shumë të mirë të domethënë, e fut në frigorifer, i hedh limon, edhe plus që është i freskët, është i mirë, është hidratues, është i mrekullueshëm. Kështu që një këshill që bën mirë për lëkurën. Po, një super këshill nëse ka persona që i vënë mente, për shembull, po mua më pëlqen mentja, por nëse doni tamam ta bëni the whole thing, kur i thon ata, limon, kastravec dhe mente. Po unë thjesht më mjafton limoni sepse kastraveci dhe mente sikur nuk. Ato i bëj te taratori. Por me limon unë për shembull nuk e kam pas bërë, po e provova te Gjuli një herë kur që, edhe më ka pëlqyer shumë, kështu që edhe unë tani e tutje këshill. Moj, të mori malli. Të mori malli ti oj dritë, veç pisni Gjulën. A Gjule vërtet që filloj direkt sampa? Drita ime. Me Juski, pas ke qenë dhe në shoqni. Ai tani erdhi. Tani erdhi? Shishi si ikën me prapë. Sërkallë. Me që erdham në shtëpi, Ronaldo është për rrugë të shkoj 3 ditë në Shqipëri. Çanta që do marr. Giulia vuole arbitro e ja Giulia tutto normalisht këto bluzën ja kam bler rrobat që tani sa të bukur
Tani unë më thënë që në Shqipëri është tani, hallat e mia thonë që është tot, kushëria ime thë që është ngrohtë, kështu që besoj shumë kushërirë që është ngrohtë, kështu që automatikisht I kam fut bluzën më të shkurtër, tipo si kjo, edhe si për një xhaketë hall taket, sepse sido që t'jetë mendoj që në Shqipëri temperaturat do janë të me thënë 19 gradë, mendoj që është ngrohtë, siç më thënë që do jetë. Këtë të bardhën, luk, këtë të bardhën, edhe këtë polon më të shkurtër. Këto, tek festa këto. Të na I shkoj se kushëriri, si që tham, ka festa në sirën e të likut shunit. Këtë këmishën, më këtë më të kontë. Super. Kam vënë prosit kushërirës, tja hekurosi. Duhet fusin rrobat e dhuratat. Përpijet me I ty brenda? Se kjo macja ime është super bërrevarak. Unë nuk kam shumë kapacitet të bëj çanta, si që kam thënë dhe më përpara. Jo këtuve, por në rrjetin tjetër social, atë kapacitet e ka bashkëshortima. Njerëz është I papari betohem. Edhe herën e që kaloi që ishte këtu para 1-2 javësh, Ronaldo bërë një udhëtim me kushëririn, po 2-3 ditë. Edhe I futi burrin brenda, nuk keni idenë çfarë kapaciteti organizim ka ai. Tada! Jam shumë e papar për sotin. Si mendon? Gjullo shumë mendon. Ky ishte vlogu për ditën e sotme. Shumica nga ju na kanë kërkuar, na kanë thënë disa herë të bëjmë një ditë me ne. Kjo është një ditë, le të themi 95% të rasteve, si e kalojmë ne, në mëngjes takohemi bashkë, ham drekën ose të shtëpia e Xhulis së Emja, pastaj dalim nëse kemi për të bërë ndonjë punë, shoqërojmë njëra tjetrën, ose ndonjëherë në bibliotekë, dhe pastaj kafen bashkë ose në kafe ose tek shtëpia e ndonjëres. Kjo është. Nëse s'kemi punë, thjesht dalim për të ecur, por pas drekës gjithmonë do ecim, do dalim për të ecur në një mënyrë ose një tjetër. Mbasi që tani do bëj një kafe për mua dhe Xhulin, e cila po ve arbrin akoma në gjumë. Edhe kaq, unë për darkë do bëj pilaf me përcolla. Xhulia sa ka ndarë, por ndoshta bën risotto. Gjithmonë unë duhet ta studioj pak ndryshimin midis risottos dhe pilafit. Cili është ndryshimi midis risottos dhe pilafit? Është më gati. Okej, gjithsesi, kjo ishte dita. Faleminderit shumë që na mbështesni. Mos harroni të vini like, të shkoni video deri në fund, të komentoni dhe të shpërndani akauntin ton, video tona nëse mendoni që ja vlen që sa më shumë njerëz të shtohen në këtë komunitet. Faleminderit gjithmonë për pozitivitetin, mbështetjen dhe dashurinë. Shihemi në videon e radhës. Paçim nga Xheni dhe Xhulia të ngjitur. Paçim.